Në vendin e quajtur Llazina në Terstenik të komunës së Drenasit ishte parapar të ndërtojë një objekt hotelier. Përfituesi ishte kompania Binatyra, e cila mori një parcel prej 20 arësh për ndërtimin e një hoteli ku do të investoheshin 200.000 euro dhe ku do hapeshin 8 vende të reja pune. Por më pas ka ardhur një propozim vendim që e njëjta tokë të destinohet për ndërtimin e një kishe protestante në Terstenik të kësaj komune. Këtu e ka konfirmuar për Tribuna Channel edhe kryetari kishës protestante ungjillore të Kosovës, Driton Krasniqi. Ai ka thënë se komuniteti protestant në Drenas është i shtrirë në 7 fshatra dhe shkon mbi 120 vetë. Ne i kemi bërë një kërkesë zyrtare Kuvendit Komunal të Drenasit që të ndajë një parcel për ndërtim të kishës protestante, si dhe që të shërbejë edhe për varreza. Komuniteti ynë zyrtarisht në komunën e Drenasit, praninë e vetë ka nisur qysh nga vitin 1995, pra mbi 20 vjet, dhe deri më tani jemi të shtrirë në për 7 fshatra të kësaj komune. Numri atyre që kanë rrëfyer Jezu Krishtin shkon mbi 120 veta. Nga ana tjetër, me datë 23 korrik 2014 është bërë anulimi sipas propozim vendimit, mbi dhënien në shfrytëzim afatgjat të tokave komunale në emër të përfituesit Binatyra me seli në Terstenik. Anulimi i pjesëshëm i këtij vendimi bëhet me kërkesën e shfrytëzuesit të kësaj paluajtshmërie komunale me të vetmin qëllim që aty të realizohet projekti i Bashkësisë Ungjillore të Mesisë me seli në Prishtinë, e cila ka kërkuar nga komuna e Drenasit që t'i ndahet një parcel ndërtimore në Terstenik për ndërtimin e kishës protestane me hapësira përcjellëse si për varreza dhe nevoja të tjera të besimtarëve të tyre. Po ashtu në këtë propozim vendim thuhet që Drejtorati për Gjeodezi pranë kësaj komune obligohet që pas hyrjes në fuqi ta bëjë regjistrimin e paluajtshmërisë sipas pikës 1 të këtij vendimi, nga përfituesi në emër të komunës në regjistrin kadastral të komunës dhe që kryetari i komunës ta formoj komisionin për pranim dorëzim të paluajtshmërisë që është objekt anulimi. Burimet të Tribuna Channel kanë paralajmëruar se çështja e kësaj parcele do të diskutohet në mbledhjen e Kuvendit Komunal të martën. Aty pritet të ketë edhe tensione për shkak se ka këshilltar që nuk pajtohen të ndahet tokë për kishë në një vend ku nuk dihet se kush është protestant. Për më tepër pretendohet se të njëjtët do të nxjerrin në dritë edhe parregullsitë që e kanë përcjell marrjen e vendimit për ndarjen e asaj parcele.